Në periudhat më të errta të njerëzimit, qëndresa ndaj së keqes ka kërkuar më tepër se sa forcë morale. Shpeshherë akte të tilla qëndrese kanë kërkuar sakrificat më të larta njerëzore. Një nga provat më të vështira ndaj shpirtit njerëzor ka qenë ajo e mbrojtjes së hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, pasi do të thoshte rrezik ndaj vetjetës së atyre që nuk i dorëzonin ata. Pikërisht për një akt të tillë heroik u kujtua këtu në Washington një familje shqiptare nga Kavaja. Kolege Ardita Simiçia na sjell hollësit. Holokausti mbetet një ndër tragjeditë më të mëdha të kohës moderne. Megjithse një temë më së e njohur nga të gjithë, ajo fshin në vetvete miliona histori personale të secilit prej viktimave. Brenda kësaj tragjedie fshihen edhe histori të mrekullueshme guximi dhe sakrifice. Komuniteti hebraik këtu në Shtetet e Bashkuara organizon çdo vit ditët përkujtimore të Holokaustit për të kujtuar këtë tragjedi kolosale njerëzore dhe ideologjinë që e shkaktoi atë, në mënyrë që bota të mos harrojë kurrë. Ndryshe nga aktivitetet e tjera të kësaj natyre, këtë radhë vëmendja nuk është mbi vuajtjet e Holokaustit, por mbi ata individ, mbi ata burra dhe gra, të cilët përmes akteve të tyre individuale ngritën zërin në emër të moralit më të lartë të njerëzimit. Majlinda Myrtho ka ardhur në Washington nga New Yorku për të rrëfyer historinë e familjes së saj 64 vjet të shkuara. Për këtë familje kavajse, Holokausti ishte sprova më e madhe e një miqësie që vazhdoi gjithë jetën. Vjerri i saj, shoqëri Myrtho, sapo kishte mbushur të 20-tat kur Shqipëria u pushtua nga nazistët. Ky moment historik e ribashkoi atë me Josef Jakoel, shok shkolle gjatë studimeve të mesme në Vlorë. Josefi duke parë që numri i hebrejve në Vlorë po rriteshe, dhe mund të ishte e rrezikshme për të ardhmen, si kërkoi vjerit tim dhe familjes tij, domethënë që t'i strehonte gjatë kësaj kohës që gjermanët kishin hyrë në Shqipëri. Pa marrë parasysh pasojat, familja Myrtho strehon jo vetëm Josefin, por edhe motrën e tij Keti për gjithë kohën që vazhdoi pushtimi nazist. Akti i vjerit tim është e para e ka emrin humanizëm, e dyta e ka emrin fjalë e dhënë, atë që thash, besa jon që ne kur e japim njeriu e duhet ta mbajmë. Dhe mbi gjitha është shpirti njerëzor është mbi gjitha. Dhe në këtë rast nuk është vetëm vjerim në kohën e luftës, po janë të gjithë shqiptarët që ndihmuan dhe strehuan ato hebrejnë të Shqipërisë, hebrejnë të ardhur nga gjithë Evropa. Këtë fjalë mbartin një peshë të veçantë, duke pasur parasysh sakrificën e madhe që kërkonte një akt i tillë. Familja Myrtho ishte vënë në ndyshimet e Gestapos se strehonte hebrej dhe për këtë arsye pagoi edhe çmimin më të lartë. Megjithëse familja e vjerit tim ishte një familje e madhe me shumë njerëz, po prapë ato e dinin domethënë praninë e gjithë pjesëtarëve të familjes. Dhe ndërkohë arrestojnë njërin nga vëllezërit e vjerit tim dhe e internojnë në Mauthausen, ku dhe vdes në Mauthausen, dhe ato asnjëherë nuk treguan dhe nuk e shitën këtë familje, domethënë për të vllajën. Është një akt që, siç thot zonja Myrtho, i ka përcen kufijtë e dallimeve fetare, etnike apo kulturore dhe përfaqëson tiparet më të mira të shpirtit njerëzor. Është një nga shembujt e sakrificës dhe përkushtimit njerëzor që komuniteti hebrej ka zgjedhur ta nderojë këtë vit për të teksuar forcën dhe triumfin e dashurisë përballë urrejtjes, ndërkohë që koha na ndan gjithnjë më tepër nga dëshmitarët dhe të mbijetuarit e fundit të Holokaustit. Për Zërin e Amerikës, Ardita Simiçia, Washington.